Nuk ka trotuar dhe kalimtarët, udhëtarët janë të rrezikuar edhe nga objekti për shkak se mundet me u shem. Edhe unë si shumë qytetarë të tjerë që frekuentojmë së bashku në këtë rrugë, ndjehemi të rrezikuar nga objekti në anën e majt, njëkohësisht ndjehemi të rrezikuar edhe nga makinat të cilat janë në anën e djathtë, sepse trotuari tashmë është bllokuar që një kohë të gjatë. Objekti pranë meje është një pronë private ku deri më tani sipas informacioneve të RTI-s, personin në fjalë ka kërkuar nga komuna që t'ia jap mundësinë ta rënojë dhe të bëjë investim, por që komuna nuk e ka lejuar pasi që është nën trashëgiminë kulturore. Ajo që e bën lajm këtë rast është sepse nuk ka trotuar dhe kalimtarët, udhëtarët janë të rrezikuar edhe nga objekti për shkak se mundet me u shem, edhe nga skelet, po ashtu edhe nga veturat. Alternativa më e mirë që mos më ndjej rrezikum nga veturat edhe nga shembja e objektit është me kalu tek kjo pjesë, por që del më gat. Hajde kas. Hajde kameraman. Hajde bismillah. Do të thonë që këtë kemi amojt, që kjo pjesë i rrezikum edhe peçanit. Edhe me dalë këtina. Hajde bashk. Sa afër është atë me kalu rrugën, por për mundje sigurt duhet me kalu këtë pjesën tjetër.